Ajo që unë këshilloj të bëjmë sa po ngrihemi nga gjumi është të pim ujë në mëngjes. Është diçka që të gjithë mund ta bëjmë dhe është diçka që vërtet është e nevojshme, sidomos tani në verë, për të qenë të hidratuar, ndihmon shumë lëkurën tonë të duket e gjallë dhe e freskët, ndihmon shumë në fokusin tonë, që të jemi sa më të fokusuar gjatë ditës, sa më produktiv gjatë ditës, duke larguar dhimbjet e kokës. Por gjithashtu ndihmon me tretjen, sepse bën të mundur që ne të tresim çfarë kemi konsumuar gjatë ditës së djeshme dhe të largojmë toksinën nga trupi për të nisur një ditë të re, për të konsumuar eksperienca të reja, njohuri të reja, ushqime të shijshme dhe aventura të bukura e të tjerë. Pra, ka gjithë këto benefite të mira, shumë të tjera që unë nuk i përmenda. Këshilloj të pini 1 ose 2 gota, në varësi të preferencave tuaja, nuk ka problem për këtë, mos i vini kufizik vetes, aq sa ju mundeni dhe aq sa të ndiheni mirë për të pirë, aq është e nevojshme për ju. Mos e sforconi veten tuaj.